Në datën 10 shtator, që në orët e para të mëngjesit, TV1 Channel nis sezonin e ri të transmetimeve televizive. Prej kohësh në këtë televizion ka nisur përgatitjet me studiot e reja, grafikën, por natyrisht edhe me shumë surpriza. Mbi 10 emisione do të vinë të transmetuara në ekranin ton, një pjesë të cilave të reja, ndërsa emisionet që kanë qenë ekzistente do të vinë tërësisht të riformatuara dhe me një koncept ndryshe, për të qenë sa më pranë teleshikuesve në këtë sezon të ri televiziv. Përmes një sezoni të ri televiziv, i ngjeshur me larmishmëri programe që kanë qenë edhe sezonet e kaluara pjesë e TV1 Channel, ky sezon sjell edhe formate të reja televizive që synojnë të jenë sa më pranë teleshikuesve tanë. Që në orën 7:30 të mëngjesit të së hënës, rikthehet edhe këtë sezon tërësisht rikonceptuar ndryshe, emisioni Mëngjesit Start. Këtë herë ai vjen në transmetim nga studio e Radio Grand, përmes shumë rubrikave, të ftuarve dhe lidhjeve direkte nga pjesë të ndryshme të qytetit. Start i lëvëndim pas ditëve me Together, emisionin rinor që sjell prezantimet më të reja muzikore, showbiz, kamerat gazmore e tjerë. Mbrëmjet e së hënës janë si përherë të mbushura me të rejat nga bota e sportit, ku edhe këtë sezon në drejtimin e Gazpermarkut vjen Sport Show me imazh të ri dhe plotësi. Në fakt ju e thatë sporti dhe Sport Show apo rubrika sportive që ka vite që transmetohet në këtë televizion, ka qenë i përhershëm dhe i përjavshëm në çdo javë ditën e hënë në orën 21. Nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh, do të ketë vetëm ndoshta ndryshime programacione, ndoshta të ftuarëshit në tematika të ndryshme, por sigurisht futbolli është baza kryesore dhe elementi kryesor që përbën emisionin Sport Show, analizat e vllaznisë, ndeshjet e javës, me komente, me filmime, me moviol, me specialist, me dashamirës të sportit nga qyteti, si nuk kanë munguar asnjëherë. Por sigurisht që trajnerët, sportistët, specialistët e futbollit janë ato që do të kenë barrën kryesore. Nuk ka ndryshuar asgjë në ditën e transmetimit, dita e hënë është ora 21, por tematikat mund të jenë ndoshta në varësi të çdo jave që sjell dhe rezultati i ndeshjeve. Politika do të vijojë të jetë në qendër të vëmendjes edhe këtë sezon të ri televiziv në ekranin e TV1 Channel. I rikonceptuar ndryshe vjen Forum çdo të martë ora 21 në drejtimin e gazetarit Tom Therçaj. Zhvillimet kryesore politike në Shqipëri, procesi integrues i vendit në rrugën e Bashkimit Evropian, natyrisht zgjedhjet e 2013-s, përgatitjet, por edhe sfidat që ka sot politika shqiptare, do të vinë nëpërmjet të ftuarve interesant që si gjithmonë bëhen pjesë e TV1 Channel të martave në Forum. Të mërkurën rikthehet një tjetër format që sezonin e kaluar pati suksesin e tij në ekranin e TV1 Channel. Trokitja në drejtimin e gazetares Ariana Çatipi vjen me studio të re, grafik dhe konceptim ndryshe, ku në qendër të vëmendjes janë temat sociale dhe të ftuarit nga fusha të ndryshme të jetës. Hapur është një tjetër emision që rikthehet në ekranin e TV1 Channel çdo të jetë në orën 21 në drejtimin e gazetarit Simon Shkreli. Natyrisht këtë sezon të ri do të ketë edhe surpriza, ku në qendër të vëmendjes mbeten të ftuarit. Çfarë do të sjellë Simon hapur këtë sezon të ri duke patur parasysh larmishmërinë e programeve që vinë në ekranin e TV1 Channel? Atëherë hapur ashtu si edhe vitet tjera, po këtë vit kemi mjaft ngjarje që na presin para, janë ngjarje të rëndësishme historike të vendit tonë. Nuk do të fokusohemi vetëm në këto në brenda territorit ose brenda kufirit të Shkodrës apo brenda territorit shqiptar, do dalim edhe jashtë territorit, duke qenë se kemi evente të rëndësishme edhe në Maltezi, pastaj do të përmbyllet me vitin e ri, pastaj do të kemi ngjarjet të cilat na presin në vitin tjetër, që është një vit elektoral. Pra ngjarjet pas ngjarjes do të jenë të rëndësishme nga rëndësia që kanë, por të cilat do të jenë në emisionin hapur për gjithë teleshikues. Do ketë mjaft informacion të rëndësishëm që do ta marrë teleshikuesi përmes emisionit hapur. Tradita e bukur e humorit, barcaletës dhe buzëqeshjeve pafund rikthehet në ekranin e TV1 Channel me emisionin e ri Pun Prallash, që vjen në drejtimin e dyshës së mirënjohur të aktorëve Merita Smaja dhe Anton Krosaj, çdo të premtë ora 21:30. Çfarë sjell Pun Prallash? Pun Prallash. Normal se nuk ka çfarë sjell tjetër. Por ajo që është kryesore janë barcaleta. Barcaleta po jo vetëm kaq. Sepse duke thënë barcaleta ndoshta dikush e mendon që është kaq e thjeshtë. Ka personazhe VIP, ka persona që do të tregojnë të fundit që ndodhin në fushën e humorit, sepse Shkodra ka shumë, edhe në Shkodër kur nuk mund të largohesh dhe nuk mund të mbetesh, domethënë gjithmonë të mbetesh i befasum nga humori fin. Edhe është i bukur. Që si harroj Merita punën se ka me kanë edhe rubrikë tjetër me kamera ndryshme. Videot e ndryshme, video më mirë. Përgatitura prej nesh. Që përgatitur edhe prej nesh, edhe prej njerëzve thjesht.
Po nuk do t'i tregojmë gjitha sekretet, sepse ndryshe nuk mbetet asgjë për të thënë për emisionin. Unë jam gojaç, unë flas më shumë se duhet. Unë e pa di vetin. Pa, për këtë e di dhe jam e sigurt që ti do të flasësh edhe shumë më tepër. Marina. Të mbushura me surpriza dhe risi këtë sezon vjen edhe historia e sportit shkodran, emisioni që sjell në ekran traditën e bukur të sportit, të parë në disa këndvështrime. Të shtunat në mbrëmje, ora 21, do të vijojnë të jenë sërish të sinkronizuara në Arom Shkodre të gazetares Kozeta Bruçi. Përveç emisioneve të cilat vijnë të riformatura, në ekranin e TV1 Channel do të vijë edhe një emision i ri. Radar është emisioni i cili do të drejtohet nga gazetari Ergys Kavaja, që vjen për herë të parë në TV1 Channel dhe natyrisht do të sjellë të reja dhe surpriza. Faktikisht do të jetë një emision i konceptuar në formë tjetër, i sjell në formën e Radari, i cili sjell tema nga më të ndryshme, të cilët duke hyrë në thellësi të tyre. Nëpërmjet reportazheve, por edhe të ftuarve në studio, pritet që Radar padyshim të korrë suksesin e tij, por nga ana tjetër sjell tema të cilat nuk janë trajtuar gjërësisht, qoftë në edicionet informative, por qoftë edhe në median e shkruar apo edhe vizive. Por kjo nuk është e gjitha. Pasi në ekranin e TV1 Channel, këtë sezon të ri televiziv do të vinë edhe shumë emisione të tjera speciale që mbetën për të zbuluar hapasapi vetëm duke ndjekur televizionin e parë të Shkodrës.